SPA ka goditur një rrjet të sofistikuar mashtrimi online në Tiranë që dyshohet se ka mashtruar 10 qytetar italian dhe europian përmes investimeve të rreme në kriptomonedha. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe u nxit nga investigimi i emisionit Lejene në Mediaset. Procedimi penal u regjistrua më 9 janar 2026 pasi gazetarët italian dorëzuan prova të mbledhura nga brenda një call centeri që funksiononte në godinën Atti Tower në rrugën Ibrahim Rugova në qendër të Tiranës. Sipas SPA, nga kjo qendër thirrjesh, një grup i organizuar mashtronte viktimat duke i bindur të investonin në platforma të rreme kriptomonedhash, pagesat kryeshin në kriptovaluta dhe përfundonin në portofole virtuale të kontrolluara nga organizatorët. Investigimi nisi pas ankesave të qytetarëve italian që kishin humbur shuma të mëdha parash. Gazetarët e Lejene arritën të infiltrojnë një shtetas italian i cili u punësua në call center dhe regjistroi fshehurazi aktivitetin e përditshëm. Pamjet tregojnë një strukturë të mirë organizuar me role të ndara dhe staf që operonte në disa gjuhë europiane. Pas nisjes së hetimeve, grupi dyshohet se u paralajmëruar për një ndërhyrje policore dhe gjatë natës së 15-16 janarit u përpoq të zhvendoste pajisjet. Fal veprimeve të shpejta, BKH i kapi në flagrancë teksa transportonin materialet drejt një ambienti tjetër në godinën Downtown One. Gjatë kontrolleve u zbuluan 2 call centera, u sekuestruan qindra pajisje elektronike, dokumente, server dhe automjete luksoze, përfshirë edhe një Ferrari. Deri tani janë arrestuar dhe ndaluar disa persona, ndërsa të tjerë janë në kërkim. SPA njofton se hetimet vijojnë dhe paralajmëron se mashtrimet online përmes call centerave janë prioritet absolut i drejtësisë.